na nënshtroshin sepse kishim nevojë dhe ne ndoshta kemi përfituar edhe më shumë nga ç'na takonte sepse normalisht çdo grup interesi e përdor favoret që ka. Dhe sot që janë 5%. Dhe sot thot i bllokojmë, i mbajmë ato drejta që kemi fituar në atë kohë duke bllokuar rrugët me traktorët që ne ka falur që ne i ka subvencionuar shteti. Kurse ne jemi në ato kushte që kanë qenë ato para disa dekadash dhe falimentojmë në heshtje, fermerët tanë nuk ngrihen. Nuk është se edhe janë ngritur dhe kanë protestuar, por ne jemi përballë një regjimi, përballë një veshje të surdër dhe një sy qeveritar që nuk sheh dhe kanë ndjekur politika armiqësore. Pasojat janë të dukshme. Edhe shifrat e statit ju i përmendët flasin për recesion dhe nuk e fshehin dot më rendjen e bujqësisë dhe ditë më të keqja do vinë në rast se do vazhdojnë këto politika. E ka një shans fermerët shqiptarë, kishin një shans me një program që u paraqit nga opozita, e kanë prapë që të ngrihen dhe unë e kam deklaruar, nuk është më koha për protesta ekonomike, siç bëjnë fermerët evropianë. Nuk jemi në ato kushte. Kjo qeveri e ka dëshmuar vullnetin që nuk e ka për politikat mira, sepse nuk duhet shkencë. Nuk duhet shkencë, mjafton të marrësh politikat të mira. Duhet fushë e bujqësisë fare dhe nuk do merremi me këtë. Po pra, janë tendencat që fermerët duket një qëllim i fshehur, duhet kishin kurajën dilçin në hapur, që thoshin strategjia jonë është që fermerët t'i shesin tokat lirë, t'i braktisin dhe ne do t'i bëjmë parqe fotovoltaik dhe sera për kanabis apo do ja shesim oligarke. Dhe do ishte më ndeshme të kishin dalë dhe thonin këtë politikë. Mirë po gjitha politikat de facto çojnë, ne kuptojnë këtë qëllim, sepse subvencionohesh 5 herë më pak nga vendet e rajonit, 5 herë më pak nga Kosova. Ndoshta i përsërisim, por fermerët duhet të dinë që tek ne Ministria e Bujqësisë merr 1.5% buxhetin, ndërkohë që kontribon mbi 15% në prodhimin e brendshëm bruto sektori, në rajon kontribon 19% dhe merr 3.5% buxhetit. Dhe nga kjo 70% e fondit që marrin Ministritë e Bujqësisë të Kosovës, Maqedonisë, Bosnjë Hercegovinës, Serbisë shkojnë pagesa direkte për fermerët, 25 deri 30% shkojnë për shpenzimet ministrive. Tek ne Ministria e Bujqësisë merr 1.5% dhe 70% shkojnë për shpenzimet